Vetëm disa javë pasi i mori postin e tij zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance shkaktoi polemika me fjalimin e tij në konferencën e sigurisë së Munich, ku shpreh se europianët po humbasin lirinë e fjalës. Këtë herë në një intervistë të fundit për median britanike Unheard, zëvendës presidenti amerikan u kërkoi shteteve europiane të tregojnë pavarësi më të madhe. Nuk është mirë që Evropa të jetë vasal i përhershëm i sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Unë nuk dua që evropianët të bëjnë gjithçka që amerikanët të thonë të bëjnë. Nuk mendoj se është në interesin e tyre dhe nuk mendoj se është gjithashtu në interesin tonë. Vance vuri në dukje se një Europë e fortë është diçka e mirë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të sfiduar dhe frenuar gabimet e politikës së jashtme si kriza e Suezit dhe lufta në Irak. Nëse evropianët do të kishin qenë pak më të pavarur dhe pak më të gatshëm të ngrihen, atëherë ndoshta do të kishim shpëtuar gjithë botën nga fatkeqësia që ishte lufta në Irak e udhëhequr nga Amerika. Lidhur me politika tarifore të presidentit Donald Trump, zëvendës presidenti amerikan argumentoi se qëllimi përfundimtar për Washingtonin është të arrijë drejtësi në marrëdhëniet e saj tregtare me vendet e tjera, përfshirë ato me Bashkimin Evropian.